Virgjeresha. Virgjeresha, bura a gra qofshi. Po nisëm pak nga vetja për të ardhur tek një këshill për ju. Një këshill që gjithnjë vjen si pasojë e mesazhit të yjeve. Unë nuk jam pjesë ndonjë shoqate bamirësie. Nuk shkoj derë më derë për të mbledhur fonde për çështjet sociale. Nuk jam pjesë ndonjë grupi që lufton për të drejtata, ku diun diçka të tillë. Nuk dal në protesta kundër luftës apo çfarëdo lloj gjëje tjetër. Nuk protestoj kundër ngrohjes globale. Nuk luftoj për të drejtat e kafshëve apo ndonjë gjë tjetër. Por ndërkohë, për ndonjë padrejtësi unë flas si kundër tani dhe mendoj që edhe fjala vlen. Dhe po t'i referohem shkrimtares amerikane të shenjës Virgjereshës, Ingrid Bengis, me fjalët e saj do të thoshja, fjalët janë një formë veprimi në gjendje të përcaktojnë ndryshimet. Në ditën e vazhdim këtë gjë u këshilloj juve, Virgjereshave që po më dëgjoni, bura gra qofshi. Mendoni se si mund të transformoni gjërat me forcën e gjuhës, me forcën e fjalës. Ju siguroj që do të arrisni shumë ndikimin tuaj në raportet me bashkëpunëtorët ata afërmit vetëm me mënyrën tuaj të komunikimit. Fjala ngjall e fjala vret. Ju e dini.